E di që ndjenja jonë e krenaris është shumë e madhe, po ai stresi juaj dhe çdo gjë tjetër që keni përjetuar gjatë këtyre ditëve nuk krahasohet me asgjë trajner. Sidomos unë kam qenë prezent, kam pa prej nisjes këto çdo sen atje. Ka qenë goxha sfiduese për juve. Po do doja të dija sa është e rëndësishme për elitën, por edhe për Kosovën pjesëmarrja në Iber Cup. Faleminderit për ftesën edhe një herë, mu dhe gjithë lojtarëve. Sfidë e madhe është me organizu posaçërisht turnein ndërkombëtar. Se kanë ato sfidat e veta, ngarkesën e organizimit të financat, që po mund më përgatit fëmija, apo kanë mundësi gjithmarrë, se zakonisht edhe ngarkesa e prindërve është kjo pjesa financiare. Për tjetrën pjesë organizative merremi na trenerat më shumë, po prindërit e kanë pjesën më shumë financiare dhe është ajo frika që mja besu fëmijën dikujna. Edhe është sfidë për neve, edhe është plotësisht e pajtona me prind që edhe ata janë krenar, pse fëmijët kanë kalu mirë, se janë konë një farë mënyrë i kanë dorëzuar te na ndurë sigurt apo thënë, se secili trener tenton me bëj më të mirën. Edhe po besoj që çdo herë bëjmë më të mirën, ato këto ndaj detaj mund më na ik se njerëzimi. Qartë, njerëzimi dhe organizimet ndërkombëtare na japin pak stres dhe neve si trenera, çish po paraqitu me çfarë nacionalitete, çfarë kultura kena me has, e ato detajet atje tani po na e dhoni një farë përvojë kur po kthehemi tani organizimin tjetër që po na ndodh, po jemi pak përgatitur që ato detajet edhe një farë mënyrë për na sfidojnë më shumë me u marrë me turnira ndërkombëtare. Se fëmia pe marrin një feedback realisht tepër të madh.